Teksa data 8 maj është afati i fundit për shpërndarjen e zarfeve në diasporë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se rreth 21.000 zarfe ende nuk kanë mbërritur në duart e votuesve jashtë territorit shqiptar. Janë zarfe të cilët nuk janë shpërndarë akoma, domethënë DL nuk ka mundur t'i shpërndajë akoma. Prej tyre 11.000 janë për shkak të problematikave të lidhura me adresën, pra pasaktësi në adresë, pasaktësi në emailin e kontaktit dhe pasaktësi në numrin e telefonit. Për këtë arsye, përpara disa ditësh, ju kemi bërë thirrje votuesve që ata të cilët janë regjistruar, pra çdo njeri prej atyre 245.935 të cilët nuk e kanë marrë fletën e votimit, të interesohen. Duke garantuar mos cënimin e procesit nga jashtë, në një konferencë me gazetarët, kryekomisioneri u ndal edhe te rastet e raportuara në task force-ën e ngritur për monitorimin e zgjedhjeve. Referime nga policia e shtetit, të iniciuara kryesisht nga vetë SPAK, denoncime në platformën online, si dhe denoncime nga qytetarët. Subjektet zgjedhore janë 25 materiale kallëzuese në konsiderim. Nga totali përgjithshëm i kallëzimeve, 7 prej tyre është vendosur mos fillimi i hetimit, një kallëzim po flas për kallëzimet e kompetencave prokurorisë përgjithshme, një ka kaluar për kompetencë SPAK-ut. Pavarësisht se jemi vetëm 5 ditë larg zgjedhjeve, Celibashi u shpreh optimist se deri më 11 maj do të numërohen në KQZ mbi 200.000 vota nga e gjithë diaspora.